Mirë se erdhët në rezën tonë. Në ditën e sotme, ne përballim me shumë probleme shëndetësore, me një mjedis të ndotur, me metale të rënda, me ushqime të përpunuara, me stresin e përditshëm, çka ndikon patjetër në shëndetin tonë të përgjithshëm dhe këto e vërejnë jo vetëm statistikat, por edhe mes nesh kur bisedojmë jemi të pasigurt për të ardhmen e shëndetit tonë. Por në këtë kuadër është qasur nga disa individë të cilët e duan ta shprehin në popullat dhe në shëndetin publik një filozofi që quhet One Health, është filozofia më e re për qasjen dhe përmbrojtjen e shëndetit të popullatës. Çfarë konsiderohet kjo filozofi e re një qasje moderne në fakt në ditët e sotme? Një njeri i shëndetshëm jeton vetëm në një mjedis të shëndetshëm dhe në bashkëjetesë të sigurt me kafshët. Dhe nuk mund të mbrojmë shëndetin e njerëzve pa mbrojtur në fillim tokën, pa mbrojtur në fillim ujërat dhe pa mbrojtur pyet dhe kafshët. Kjo është pak a shumë në vija shumë të trasha të përgjithshme filozofia dhe më pas do të ndalemi dhe tek një produkt i cili do të jetë jo vetëm një surprizë dhe shumë i këndshëm për ta dëgjuar, por mbi të gjitha për të kuptuar se çfarë kemi humbur kur ne e kemi patur atë. Ju prezantoj me Marius Myzeqari, themeluesi i projektit One Health. Faleminderit që jeni këtu në studio, mirë se erdhët. Shumë faleminderit Miki për ftesën. Është kënaqësi të jesh pjesë të këtij emisioni. Ju gjithmonë keni trajtuar tema të rëndësishme që i ndajmë publikut dhe besoj që edhe me këtë puntatën e sotme ne do japim diçka me vlerë në këtë pikpamje. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësia është e jona. Mirë se erdhët dhe doktor Alind Shehu, mjek i përgjithshëm. Kënaqësi që jeni në Rrezë Dielli. Faleminderit për ftesën. Edhe për t'i dhënë në një le të themi një qasje mjekësore të përgjithshme për efektet që do të ketë në të ardhmen jo vetëm ky projekt, por edhe atë çka ju keni ndërtuar përmes filozofisë moderne në ditët e sotme që duhet, por jo dhe aq moderne, sepse ky koncept ka ekzistuar dikur apo jo. Më flisni pak se çfarë është koncepti One Health për shëndetin tonë. Atëherë, One Health concept është një filozofi e një shëndeti e cila sintetizohet si një sistem i tëri, duke përfshirë këtu të gjithë format e gjallësave në planet, duke nisur që nga mikroorganizmat që gjenden në tokë, në ujë, që nga bota bimore, bota shtazore, dhe duke arritur më në fund tek maja piramidës, ashtu si ne kemi qef ta quajmë njerëzimin. Pra, One Health concept e një shëndetin, pikpamjen e shëndetit si një të gjithë, për të gjitha këto forma jete në planet. Vetë si filozofi, synon që të rikthej njerëzimin në rendin biologjik të jetuarit. Pra, duke patur terene për tokat më të shëndetshme, të cilat e kanë humbur atë naturalitetin. Fertile, që të kenë përdhimtarinë biologjike, organike, duke trajtuar ujërat që lagen këto terene, duke patur bimë më të shëndetshme, duke patur kafsh më të shëndetshme, duke sjellë kështu edhe një shëndet më të mirë të përgjithshëm edhe për njerëzit. Përpos tentativave që njerëzimi ka pat nevojë, ka diferencuar pak dhe ka, si thua, e ka modifikuar këtë element të përbashkët jetësor për planetin. Duke filluar që nga një histori shkurtër, duke filluar që nga vitet 1900, luftës parë botërore dhe 1950-60, njerëzimi është përgjigjur me disa nevoja më imediate në pikpamjen e shëndetit. Ishte nevojë të luftrat, kishin nevojë për medikamente më të shpejtë, në pikpamjen e medikamenteve sintetike, në sintezave kimike. Atëherë, kjo industri nga filozofia e vetë e naturopatisë, e principeve aktive që vinin nga natyra, u shndrua në një filozofi që po prap nga një ingredient i natyrës, i cila është në produktet e naftës, u shndrua si lëndë e parë për prodhimtarinë e farmaceutikës konvencionale që ne shikojmë sot. Ne me anë të rifutjen e acidit humik, i cili është ky emërues i përbashkët që na lidh në këtë planet, çdo formë jete në këtë planet, tentojmë që të risjellim rendin ekologjik
të planetit. Ne synojmë që me anë të futjes së këtij produktin në treg, për të gjitha këto forma jete, qoftë për botën shtazore, qoftë për botën bimore, por edhe njerëzore, ne i japim mundësi sistemeve tona imunitare, organizmave tonë, që të ri-identifikojnë brenda vetes atë fuqi që natyra u ka dhënë, nëpërmjet këtyre mineraleve bazë të formimit të jetës. Të cilat kanë humbur, janë tjetërsuar? Të cilat, për fat keq, janë deri diku janë modifikuar, nuk janë më në formën e tyre natyrore, për shkak të industrializimit, për shkak të nevojave që tham pak më parë në lidhje me nevojave imediate që ka pat njerëzimi. Shkenca ka synuar që ti përshtas këto. Sot ne jemi në kushtet që ne mund t'i rikthehemi këtij rendi natyror, sepse vetë mjekësia e ka mundësinë, e ka dijen dhe mjafton që të analizoj ato çfarë ne natyra na vën dispozicion dhe ne mund t'i rikthehemi shumë natyrshëm këtij procesi. Sot njerëzimi është larguar shumë nga natyra dhe ka ardhur koha që ai t'i rikthehet natyrës. Apo jo, doktor Ali, duke patur parasysh ajrin e ndotur, ushqimet e përpunuara, sasinë e madhe të ilaçeve që po konsumojmë, stresin e përditshëm, sëmundje zoonike që vinë nga kafshët dhe këtë e dëshmoi dhe Covidi në fakt në një farë mënyre, siç është shprehur. Pra, sa të rrezikuar jemi ne në ditët e sotme për shëndetin ton, duke u ballafaquar me të gjitha këto mjedise toksike rreth e përqark nesh? Në fakt, duke u nisur nga i gjithë zhvillimi në botë, edhe niveli i jetëgjatësisë tani është rritur, edhe këtu në Shqipëri tek ne. Por nga ana tjetër, siç kemi rritur nivelin e jetëgjatësisë, si kemi rritur parametra të tjerë të mirëqenies fizike dhe mendore, sepse këto janë të lidhura bashkë, edhe ne në mjekësi nuk i ndajmë nga njëra tjetra, sigurisht kemi edhe disa si thuash, kemi dhe disa parametra të tjerë, të cilët kanë ngelur primitiv dhe ne nuk i kemi zhvilluar ose i kemi keq zhvilluar. Një nga këto parametra është keq ushqyerja. Dhe keq ushqyerja është në nivelin që me jetën sedentare që ne bëjmë dhe zhvillojmë sot, duke mos pasur kohë dhe duke mos i dhënë shumë rëndësi gjumit, ushqimit, dhe me botën e zhvilluar, ato rriten në nivelin e tyre më të lartë pesticideve për të formuar edhe për prodhuar një sasi më të madhe ushqime. Për të përballuar nevojen që është në botë. Kjo ndodh që ne të marrim një nivel shumë të lartë të toksinave në trupin tonë, të metaleve të rënda në trupin tonë, dhe të shumë parazitve apo edhe të shumë elementeve të tjerë të cilët nuk i bëjnë mirë organizmit njeriut. Por, sigurisht jetëgjatësia është rritur duke u zhvilluar sistemi farmaceutik në botë e shumë parametra të tjerë, por nga ana tjetër, kjo e dekompenson në një farë mënyre. Dhe këtë bën projekti në fjalë. Në fakt, kur Mariusin prezantoi për herë të parë me projektin, unë isha shumë skeptik në fakt. Skeptik për çfarë? A do të arriheshet që të përthitheshe nga komunisia, nga institucionet? Nga natyra e të qenit një profesionist i kujdesit shëndetësor të gjithmonë një skeptik. Edhe ky skepticizëm vjen e para njëherë kur Mariusi më tha që është një produkt mirë bërës dhe multisistemik, që do të thotë nuk vepron vetëm në një organ të caktuar, por ky vepron në një nivel më të gjerë të organizmit tonë. Dhe në fillim mu duk si një suplement i zakonshëm natyral, si një suplement që ne jemi mësuar që të shkojmë në farmaci dhe të gjejmë një kategori të gjerë suplementesh të cilët i marrim dhe nuk të pa organizuara. Megjithatë, pasi kalova një kohë të gjatë duke hulumtuar në studime laboratorike, në publikime të universiteteve dhe të qendrave kërkimore shkencore, zbulova që si mjek, acidi humik ishte një suplement, nuk ishte një suplement i zakonshëm, por kishte vlera dhe parametra të matshëm në laborator. Dhe nuk donte një shkencë shumë të gjerë. Sepse ajo ka ekzistuar, ka qenë për miliona vite formuar nga shpërbërja natyrale e bimëve, apo jo?
Dhe kjo ka ardhur më përpara në mënyrë primitive. Njeriu e merrte pa kuptuar se çfarë, po kuptonte që kjo gjëja i bënte mirë. Kurse në kohët e sotme, ne kemi mundësinë që me anë të analizave shumë të zakonshme laboratorike, kjo mund të matet se në çfarë niveli mund të bëj mirë ky produkt. Na aq më tepër që është një produkt natyral, që është një nga 100% natural, po. një nga pasuritë më të fuqishme organike që na ofron natyra, që vjen nga shpërbërja natyrale e bimëve, mikroorganizma që janë në tokë dhe vjen për të na rregulluar gjithë sistemin e prishur të trupit ton. Apo jo? E qartë. Unë do t'ju marr vetëm disa parametra. Kjo jo për t'i dhënë një informacion vetëm publikut gjerë, por për dhënë një informacion edhe në baza shkencore në nivel të profesionistëve të kujdesit shëndetësor që të kuptojnë realisht se çfarë bën produkti. Për shembull, ne kemi 2 proteina që rregullojnë nivelin e ciklit qelizor, që janë BAX dhe BCL2, janë 2 proteina. Njëra i thot trupit shkatron qelizën kur qeliza është e dëmtuar, kurse tjetra i thot qelizës së shëndetshme shtou dhe mbulo problemin që është identifikuar më përpara. Të tjerë janë parametra biokimik, humasi, metalet e rënda në gjak dhe në urinë, që janë të zakonshme që një masë. Shumë problematika. Për shembull, po flasim, studimet e fundit kishin treguar që prania e aluminit në organizmin tonë shkakton kancer. Të gjitha produktet kozmetike që ne përdorim, që përmbajnë metalet të rënda, apo prania e aluminit në trup përshkallëzonte ose shkaktonte Alzheimerin. Domethënë, këto janë studimet më të fundit që vijnë nga shkenca. I qartë. Të tjerë parametra janë parametrat e mëlçisë, transaminazat, në rastet që i kemi të rënda, indikatorë të veshkave ku kemi kreatin, ure, parametrat tjerë është numri i leukociteve, pra qelizave të imunitetit një, dhe shumë parametrat të tjerë që unë nuk do t'i përmend për efekt kohës në emisionin tuaj, dhe këto janë parametra laboratorik të cilat ne i macin në përditshmërinë tonë, të punës tonë me pacient. Produkti merret nga trakti tretës. Ai nuk bën një funksion që shkon tek organi i smur dhe vetë shëron organin e smur. Nuk është ky modaliteti i funksionit dhe mekanizmi i veprimit të këtij produkti. Ai sigurisht kalon në tubin ton tretës dhe përthithet nga organizmi dhe metabolizohet në mëlçi. Dhe i thot trupit, i jep komand trupit që ti vetë trupi duhet ta çojë energjinë atje ku organi është identifikuar i smur. Dhe kjo e trajton në këtë lloj mënyre mekanizmi veprimi. Unë nuk mund të them si mjek që nëpërmjet këtij ne do bëjmë magji dhe do shërojmë njerëzit. Absolutisht. Ky është një produkt që mund të merret sigurisht edhe me medikamente të tjera, pra nuk ul veprimin e medikamenteve të tjera. Nuk intervenon me ilaçet që përdorin njerëzit në përgjithësi. Unë mendoj që është një produkt që rrit efektin e medikamenteve të tjera kur ne duam të trajtojmë një sëmundje të caktuar, por mbi të gjitha i rrit imunitetin e trupit për ta përballuar këtë. Dhe tej shkencës së mjekësisë që ne njohim sot, dhe shkencëtarët botë dhe mjekët, ne arrim në një kontekst të tillë që ne mund të trajtojmë me medikamente, por në fund ditës duhet të zbulojmë fillimisht shkakun e këtyre sëmundjeve. Dhe trupi e njeh mjaft mirë sepse ka mekanizmin e veprimit për ta rigjeneruar ato organ smur dhe me veten e vet. Kjo është mangësia më e madhe sot e mjekësisë, Salin, duke qenë se edhe në fushën e mjekësisë. Pra, ku ne nuk merremi me shkakun, po merremi me pasojën. Marrim ilaçe për të kuruar, trajtuar pasojat e një sëmundje, pa u thelluar dhe pa bërë analiza të detajuara se nga na ka ardhur kjo sëmundje, nga ka burimin. E qartë. Në atë kontekst që ne e shohim sot në planin e parë të smurin, është siç e nisëm ne sot bisedën, që jetesa dhe koha nuk na lejon që ata të merren thellësisht. Shiko, ne kemi një problem shumë të madh me pacientët kur na vinë në spital. Ne shohim që pacienti mund i marrë rregullisht medikamentet, por nuk ndryshon stilin e jetesës. Qartë. Dhe këtu është një... Nuk ndryshon asnjë gjë. Kjo nuk ndryshon asgjë. Kështu që ne nuk rregullojmë dot burimin e sëmundjes në këtë rast. Ne rregullojmë për momentin, po sigurisht stili i jetesës do ta vështirësoj shumë që ne të arrijmë atë që ta zhdukim fare sëmundjen nga trupi njeriu. Kur flasim stili jetesës, bëhet fjalë për të hequr dorë nga disa ushqime të cilat ty të dëmtojnë për atë sëmundje që ke, po të dëmtojnë në përgjithësi të rësisë shëndetit tënd, siç janë ushqimet e përpunuara, që kjo i bën ndoshta
të varur njerëzit për t'i konsumuar, sepse prandaj janë të ndërtuara dhe të formuluara në mënyrë të tillë që të krijojnë dhe një lloj varësie nga ky produkt. Pa marrë parasysh pastaj që në stilin e jetesës përfshihet një gjumë i rregullt, një menaxhim stresi më i mirë dhe sigurisht kontakti me natyrën, atë që e kemi humbur prej kohësh. Dhe duke u rikthyer te natyra, do të kuptojmë se sa benefite kemi prej saj. Marius, më thuaj pak, si do të implementohet, si duhet të zbatohet, si e ke menduar të zbatohet në praktik koncepti One Health? Atëherë, E sa të vështirë e ke? ne nuk e masim nivelin e vështirësisë në pikpamjen për të demotivuar, por e masim atë për ta kontrolluar, sepse realisht bëhet fjalë për një proces shumë të vështirë. Bëhet fjalë për një proces i cili integron të gjithë sistemet që janë ngritur prej vitesh, prej dekadash në njerëzim, në këtë planet, në pikpamjen globale. Ne e shikojmë shëndetin në pikpamjen globale, e shikojmë si të ndarë në agronomi, në veterinari dhe në mjekësi. Ky projekt nuk i shikon si të ndara këto. Shikon vetëm mjekësi në të treja këto linja që po flasim. Dhe natyrisht mjafton, sepse nëse nuk është toka e ushqyer mirë dhe produkti që do të rritet në të nuk ka të njëjtat vlera. Nuk ka sesi. Pra nuk e zvendësojmë dot, pavarësisht se për nevojat njerëzimi ka krijuar dhe produkte zvendësuese jo natyrale, por e kemi parë që ata produkte vinë me pasoja me fatin në kohor. Dhe lën pasoja në organizëm, sepse trupi nuk arrin dot t'i absorboj, t'i përpunoj ato vlera ushqyese që në këtë rast janë antivlera. Që tek plehrat që përdoren për rritjen e bimëve, ushqimi i kafshëve, trajtimi i tyre me antibiotik. Do të ndryshoj çdo protokoll trajtimi, pra, po ky ndryshim nuk vjen. Pra ju jeni që ky protokoll, këto mekanizma të ndryshojnë që nga rrënjët e tyre, të rikthehemi si dikur. Një bashkëpunim të ngushtë ndërsektorial midis mjekësisë, midis veterinarisë dhe agronomisë. Kjo bëhet edhe me suportin, patjetër me suportin e opinionit publik, aktorëve në skenë, patjetër dhe organeve qeveritare shtetërore, sepse... E keni çuar diku në institucionet tona shtetërore, di që ky prezantim është bërë dhe në Zvicër, apo jo? Po. Si ishte impakti aty, si ishte mirëprit si projekt, si projekt ambicioz, duhet thënë? Ishte pavarësisht skepticizmit të grupit ton që shkuam në takimin, edhe pse ishte ftesë nga ana tyre, kompani, korporata multinacionale në industrinë farmaceutike, por ata e pritën për te pritshmërive tona. Madje u befasuan se si një produkt kaq i natyrshëm, kaq pranë njerëzimit dhe që e ka shoqëruar që nga fillesat e veta, i ka shpëtuar mjekësisë sot me inovacionit teknologjik të mjekësisë sotme. Dhe realisht, qasja që patën ata ishte shumë e vëmendshme, e cila më bëri mua të motivohesha dhe të shpjegoja më tepër, të ndjeja kompetencat e asaj çfarë po prezantoja dhe mbi të gjitha e kuptoja në reagimet që kisha në kontaktet që ishte diçka që ata me të vërtet po befasoheshin në pikpamjen e mirë të gjës. Dhe natyrisht ne si kompani na hapi shumë kanale komunikimi dhe bashkëpunimi me këto subjekte prodhuese të mjekësisë konvencionale, moderne. Ne kemi shumë... se ky produkt do të integrohet, do të përqafohet edhe nga mjekësia konvencionale, mjekësia moderne. Patjetër, sepse ka një qasje vitet e fundit, duke filluar që nga epidemia e madhe COVID-19, ka një qasje shumë të madhe ndaj naturopatisë, ose ndaj... Vështirje që përdorimi i vitaminës C, rritja e imunitetit, që ishte prioritet për të përballuar sëmundjet të tilla që vinë. Edhe vetë prodhuesit më të mëdhenj farmaceutik global e kuptuan që ishin këto element cilët organizmit i duhen për të përballuar këto lloj epidemish. Dhe normalisht pothuajse të gjithë kompanitë globale kanë hapur
brenda vetes tyre fusha të reja studimore, kërkimore, studimore në këtë sektor. Qartë. Tani, me qënë se edhe minutat vrapojnë, edhe informacionet dihet që janë shteruese, bëhet fjalë për acidin humik, si që thamë. Po, Dr. Nature e kemi pakzuar ne me emrin, sepse është realisht, është doktori natyrës, po, patjetër. Edhe pak ngjyrën dhe se si ai ndërvepron, si e konsumojnë, kush e konsumon, çfarë përfitimesh, ti përmbledhim pak dhe ma shpjego pak edhe këtë procesin, sepse Marius po na tregonte që edhe kur ky produkt kalon në një ta marrim ta mbushim plot. Kur ky proces atëherë po të shikojmë fillon edhe po hedhim disa pika nga acidi humik për cilin po flisnim deri tani. Ka këtë ngjyrën e tokës dhe aroma është e tokës, sepse vjen nga toka, nga shpërbërja natyrale e mikroorganizmeve dhe kompozimit të bimëve. Kemi parasysh të cilësojmë që ky është nga shpërbërja i tokës, por është një formacion gjeologjik 85 milion vite i vjetër, nga i cili merret lënda e parë që prodhohet ky acid. Dhe po të shikojmë mënyrën se si produkti u shpërnda në ujë, e kuptojmë dhe formën se si e integrohet në ambientin ku ai vepron. Pra në ujë në këtë rast e kemi ne, por dhe në organizëm. Por ai të konsumohet? Sepse po nuk e di sa ishte e mundur të shikoj lëvizja që pati nëpërmjet kamerës, por ai bëri një lëvizje rotatore, cila rrotullohet rreth vetes së tij. Të tillë. Po, në formën e vorbullës. Kjo tregon që formula është e gjallë, sepse diferencon edhe nga shumë produkte të tjera ekuivalente që ndodhen në treg. Duke qenë se kjo është i procesuar në të ftohtë, është i prodhuar në të ftohtë, në një teknologji 100% organike, cili nuk i humbet tiparet e tij të një produkti natyror. Është një pastrues në nivel qelizor i metaleve të rënda, që e përmendëm dhe që ishte shumë kryesore për ta theksuar. Tjetër përfitime? Produkti mund të përdoret nga të gjitha moshat. Edhe nga fëmijët? Edhe nga fëmijët me dozë të reduktuar. Si pjesë e një diete ushqimore, duke pasuruar dietën tonë ushqimore, duke i dhënë trupit tonë vitalitet, sepse duke rritur oksigjenin në gjak, ai jep vitalitet trupit tonë duke bërë më të gjallë dhe organet më jetike, duke na dhënë qartësi në mendime, duke qenë sepse ndikon po prapë në të fluksin e gjakut dhe oksigjenit në gjak, ndikon edhe në qartësimin tonë të mendimeve. Po si gjithmonë përpara se të përdoret një produkt, ne gjithmonë i nënshtrohemi disa analizave që të kuptojmë se sa do të na përmirësoj acidi humik në rastin tonë si suplement. Në nivelet e trajtimit me acid humik, ai sigurisht që vendos një ekuilibër të trupit. Prandaj ai ndikon në nivel sistemik. Ndërsa kur e marrim në nivel të një organit caktuar, ai sigurisht kalon, siç e përmenda unë. Pra gjen vetë rrugën për të shëruar organin e saj. Dhe ai kalon nëpërmjet traktit tretës, përthithet në zor dhe pastaj shkon dhe metabolizohet në mëlçi. Dhe të gjitha ku prek ky produkt, ai fillon dhe rregullon ekuilibrat. I thot trupit që ne duhet të shkojmë dhe ta ofrojmë gjithë fuqinë tonë, ta orientojmë drejt këtij produkti. Siç e gjen natyralisht ciklin dhe rrugën e vet. Që nga rregullimi pH-it. Që kur merret që nga rregullimi pH-it në stomak. Që nga rregullimi mikro dhe makroflorës intestinale. Rregullimi parametrave. Efekti është që në momentin që ne e pim, ndijmë një lloj lehtësimi sepse ka një efekt prebiotik në stomak. Është njësoj si prebiotikët që ne marrim nëpërmjet pritjen e bakterit, numrit të baktereve të mira. Dhe kjo e rregullon mikroflorën dhe makroflorën. Pastaj që këtu fillon gjithë funksioni i saj. E tjera, pra është një produkt organik natyral që sistemon dhe rregullon gjendjet tona shëndetësore në mënyrë natyrale. Mund ta dim ku e marrin shikuesit, ku e gjejnë? Është produkt i cili është i ri në treg, është i ri, po. Ne bashkë me doktor Aldinin, duke qenë se është një ekspert i fushës, ka punuar në farmaceutik për shumë vite, jemi duke menduar një plan të mirë organizuar që produkti të jetë në shkallë të gjerë duke filluar nga janari, edhe pse sot ndodhet në treg, në farmaci, aktualisht blihet farmaci dhe online nëpërmjet faqeve tona rrjetet sociale dhe faqes web, kontakteve. Por shumë shpejt do jetë, sepse ne jemi në kontakte të vazhdueshme edhe me institucione shtetërore, lidhje me filozofinë
E rëndësishme është One Health, pra filozofia që duhet të shërënjosim se çfarë po na bën gjithë ky sistem. Kjo është e reja sot që ne po sjellim. Padyshim i asociohet produkti që ne kemi, por ne flasim për një filozofi më të gjerë. Qartë. Të një produkti i cili është i kudo ndodhur, por i cënuar, nuk është më në gjendjen e tij natyrale, si natyra ka prodhuar për miliona, për miliarda vite. Po. Kjo është për të përgëzuar që ju keni arritur të kapni këtë koncept edhe të implementohet ato në nivele të larta, institucional, duke përfshirë këtu edhe industrinë e farmaceutikës, apo jo, duke u bërë bashkë me atë naturopatike. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese në projektin tuaj dhe faleminderit që erdhët e zbuluat në Rrezet Dielli. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, kalojmë në publicitet.